Do ta them një histori që nuk e kam thënë asnjëherë. Jo tash. Hajde. Shumë shkurt. Unë në fakt lidhet me Kosovën i kam pas që kur kam qenë fëmijë i vogël, në kohën kur ka qenë lufta në Kosovë. Ne në familjen tonë, gjithë fisi jonë, familja Dosti, secili nga ne ka pas nga një familje nga Kosova në familjen e vet. Ne kemi marrë 2 familje. Dhe përveç nesh, halla ime, më kujtohet të kam kështu të pastër, vizion, kur kanë zbritur nga ato kamionët e mëdhenj, ka zbritur një fëmijë i vogël, midis të tjerëve, ka zbritur një fëmijë i vogël, ndoshta 7 ose 8 vjeç, dhe ishte i pashoqëruar nga askush. Dhe halla ime, me njëherë ndjen një lidhje shumë të fortë me atë fëmijë dhe shkon e merr dhe i thot ky është djali im. Dhe ai përgjegjësi që kishte sjell të gjithë, po themi emigrantët që erdhën, shqiptarët e Kosovës në atë kohë, në kohën e luftës, dhe thanë që nuk e dim kush është ky fëmijë, nuk ka asnjë njerëz të afër. Dhe ai, nga trauma që kishte përjetuar, se më dridhet mishi tani që kujtoj, nga trauma që kishte përjetuar, ai nuk mbante mend as emrin e vet. Dhe halla ime ja vë emrin Aldo, këtij djali, dhe me kalimin e kohës ai tregon që i kishin vrarë të 2 prindrit përpara syve. Halla ime bën të pamundurën për ta birësuar këtë fëmijë. Edhe pse ishte, si me thënë, pa letra, sepse askush nuk e dinte kush ishte nga vinte. Dhe e ka mbajtur si djalin e vet. Më duket ndonjëherë që 2 fëmijët e vet që kishte mundet edhe t'i fuste ndaj një shpunë, kurse këta e mbante, domethënë, me shumë dashuri. Dhe pas 2 vitesh, del daja i vet, e merr dhe halla e ka përjetuar jashtëzakonisht keq largimin ose shkëputjen nga ky djalë nga Kosova. Domethënë, ne familjarisht kemi qenë vazhdimisht lidhur me Kosovën, sidomos në kohën e luftës. Për shembull, familjen time. Nëse ndjek sot, çka i kishte thonë? Unë e di që ti e ke humbur nënën dhe ta kanë vrarë përpara syve, po një nënë e ke në Shqipëri. Kjo është gjë që unë i them atij djalit. Dhe një gjë tjetër që më kujtohet, si tani, kur kam qenë fëmijë në atë kohë, babi im dilte aty në lagje edhe i thoshte se mos ngacmoni ju këto gocat, ato që erdhën nga Kosova, se këto janë si ola ime, se ola më thonë në Shqipëri. Domethënë, i kemi mbajtur, nuk i kemi marrë asnjë lek, është shumë e rëndësishme kjo, sepse e di që ka pas shumë familje shqiptare që kanë përfituar, dhe ne gjithmonë kemi pas një lidhje shumë të ngushtë. Me familjen tjetër patëm një lloj, le të themi ashtu, një sfidë të vogël, po gjithsesi me shumë dashamirësi për Kosovën. Kështu që unë se di, ndihem edhe andej dhe këtej.